said, we kill them all. Blah, blah, blah. And we would strike in Kosovo. Sir, I'm not starting World War III for you. Nëse ka një njeri që luftën kundër Slobodan Miloševićit e ka pas gati personale, ajo është njeriu që sot ndodhet duke e mbrojt UÇK-n në Hag. Emri dhe mbiemri Wesley K. Clark. ndodhet me përzi këtë dëshmi të Clarkut kohë pas kohe me rrëfime personale këtë. Vreni se çish flet për kasapin Milošević generali Clark. Your NATO Air Force, blah, blah, blah. Dyshish po imiton me irritim çdo bisedë që e ka pas me to. Ani kur Miloševići pas ka pason që e di ç'sh ja bën me shqiptar që i vret të gjithë, Clark në mënyrë epike reagon me I said, well, he said, we've done it before. I said, well, Mr. President, how did you handle it? What did you do? He said, we kill them all. Po pse dëshmia e Wesley Clark për musin i fëmijë që i ka mbjetu ofenzivës më tash për Serbën Drenica, e madje edhe një prej ditëve më të kopshme në historinë tonë, masakrës së Abris, asaj të shtatorit 1998, për te peshës juridike që e ka për mbrojtjen e Thaçit në Hag, është emocionuese deri në lot. A e keni pas se sa prekse e sa dhimbshme janë lajmet që po qarkullojnë këtyne ditëve për një safari snajperësh në Sarajevo, ku pasunik të çmendur në për dynja thuhet se kanë pagu për me shku me bra njerëz në Sarajevo për pikë qefit, do me thonë si rekreacion. Këto informacione trishtuese mundet me trondit dhe me ju dok si film do kujt që e ka pas fatin mos me përjetu rand luftën në Kosovë. Për mu si fëmijë që i kam mbjetu kësaj lufte, megjithse s'munde me tërheq një paralele krejt njëjtë, mu më kujtohen momentet e shtatorit 1998 si 8 vjeçare, kur familjarët e mi janë shëndru në mburoj njerëzore për mos me mra plumbat mu, dhe çdo informacion si ai i Sarajeves ma jep një ankth të papërshkrueshëm. Po për këtij rrëfimi krejt personal në këtë pjesë të kësaj video, arsyeja pse e tregova është se dëshmit në Hag, ajo e Jamie Rubin, Christopher Hill e sot e generalit Wesley Clark, ta japin një tjetër, le të themi të medaljes, kur kishte ndodhur paralel me kohën kur si fëmijë po i përjetonim ato ditë të tmerrshme lufte. Prej krejt rrëfimeve që i kom lexuar për atë periudhë, kur e shoh sot generalin Wesley Clark, e kisha veçu ditarin e ish-këshilltarit të ish-kryeministrit britanik Tony Blair, Alastair Campbell. Wesley Clark është njeriu generali më këmbgulës që NATO të vinte nga qielli e nga toka në Kosovë. Në pikun e fushatës së bombardimeve të NATO-s ndaj caqeve serbe, në ditarin e tij Alastair Campbell rrëfen se Clark ju kishte thonë krejtve se ose duhet ta shpërsoj fushata ajrore kundër Serbisë, pa mos ju interesu fort damet kolaterale, ose do t'i përdornin edhe forcat toksore. Kështu flet Wesley Clark edhe sot në speciale. And then there was a progression if the ethnic cleansing continued. We would strike in Kosovo. If that didn't persuade Milošević to stop the ethnic cleansing, then we would strike inside Serbia itself. And if that didn't work, then there were ground options. Prandaj dëshmia e tij bashkë me atë të Chris Hill e Jamie Rubin, duke shpresu dhe besu fort që do të ndikojnë në një kthesë pozitive në rrjedhën e procesit në Hag, besoj se në të ardhmen duhet me u botu në një libër ku çdo gjenerat do ta kishte të përmbledhur një pjesë ndër më të rëndësishmet të historisë tonë. Për interpretimet këto që edhe dëshmisi e Hillit, Rubinit ose Clarkut, këqyrin me ju bishtnu kishe ky ai pas ka qenë komandanti, mos u mërzitni ju, se vogëlsia jonë si lëshenjë madhështisë UÇK-s. How was it said? Well, one of the things that you get in trouble for is writing your own book. But it was not said as you said it, like, sir, I'm not starting World War III for you. I can promise you, it was said in a much more provocative way.